Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Sot jam këtu me ju për të komentuar se çfarë do të ndodhen sonte në prajmin e radhës në Big Brother VIP Kosova. Fatkeqësisht dua t'ju informoj të gjithë ju ndjekësve që edhe prajmin e natës së sonte nuk do të keni mundësinë edhe fatin ta ndiqni në kanalin YouTube zyrtar të Big Brotherit. Duhet me patjetër domethënë që të bëni pjesë e platformave në të cilat të transmetohet ky Big Brother, domethënë siç duket këtë vit ka rregulla më strikte se vitet e kaluara për të ndjekur prajmet edhe për të ndjekur Big Brotherin. Por çfarë do të ndodhen sonte, të gjithë sy e vesh nga Big Brother VIP Kosova. Ka shumë debate, ka shumë zënka, ka shumë aleanca të krijuara brenda shtëpisë, por fatkeqësisht edhe pse jemi pothuajse afër një muajit që kur ka nisur ky reality show, nuk ka akoma pole të ndara brenda shtëpisë. Domethënë akoma nuk mund të vejmë një epitet se ky banor apo ky X banori është lideri i shtëpisë dhe është kryefjala e këtij Big Brotherit. U bë një herë Eliona kryefjalë e Big Brotherit, por Eliona nuk e shikoj shumë dominante, shumë luftarake, domethënë është e pëlqyeshme për vajzën që është, për karakterin që ka, por jo për luftën që mund të bëj brenda shtëpisë së Big Brotherit. Njëkohësisht në anën tjetër kemi Labinot Rexhën i cili dëshiron që të merr frontin e kësaj shtëpie, por siç duket nuk arrihet dot. Por çfarë do të ndodhen sonte? A do të ketë hyrje të reja ashtu siç përflitet në fakt në rrjetet sociale që Lim Hoti, ish banori ferma VIP, do të jetë pjesë i Big Brother VIP Kosovës. Në fakt unë dua që Limi të jetë pjesë e asaj shtëpie, se besoj që do të aktivizonte shumë Albën edhe Bien, një përballje shumë e nxehtë mes Albës edhe Bijës. Limi kohës së fundit ka postuar fotografi dhe story nga Prishtina duke shijuar momente të bukura dhe duke u argëtuar. Unë kam thënë gjithmonë, domethënë që në javët e para nëse i ndiqni me detaje videot e mia do t'i kuptoni që strategjitë e Big Brotherit janë këto, strategjitë e një formati të tillë janë këto, të prekin aty ku dhëm. Këtu në këtë rast, domethënë Limi do të ishte një hyrje shumë interesante sepse do të krijonte një lloj debati edhe një lloj agresioni shpirtëror tek Alba, por nuk do ta krijonte të njëjtën gjë tek Bia. Domethënë Bien e shoh më komunikative, e shoh më të afërt dhe e shoh më paqësore në këtë drejtimin e lidhjeve të dashurisë. Dhe mendoj që do të krijonte debate shumë të zjarrta sepse Alba nga i gjithë zjarri që pati ranë një heshtje krejtësisht të madhe. Por mendoj që hyrja e Limit sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 do t'i lëviz ujërat edhe banorët do të bëhen më të nxehtë duke njohur edhe çfarë natyre ka dhe çfarë strategjie mund të luan. Besoj që mund të ketë një rikthim mes Limit edhe Bies. Dhe pritshmëria më e madhe që kemi është se kush sonte do të lërë shtëpinë e Big Brotherit, domethënë banori i cili pritet sonte që të lërë shtëpinë e Big Brotherit dhe të heqë dorë një herë për gjithmonë nga kjo eksperiencë kaq të bukur është Ibro. Ibro është banori më pak aktiv nga televotimi që është hapur dhe nga banorët të cilët kanë shkuar drejt këtij televotimit, nuk ka qenë shumë dominant në shtëpi, nuk është se ka bërë ndonjë lojë të nxehtë, domethënë nuk është afër banorëve të tjerë të cilët kanë vërtet një lojë të zjarrt edhe kanë debate shumë të fuqishme dhe mendoj që Ibro do të jetë banori i cili do të lërë shtëpinë e Big Brotherit natën e sonte. Dua të marr mendimin tuaj si ju e komentoni hyrjen e Limit në Big Brother dhe si ju e shikoni daljen e Ibros, një banor i cili është në fakt më pak brenda kësaj loje.